të çoja sot kandidaturën time që e kam çuar edhe me email, një shkresë tek Partia Demokratike, ku kam kërkuar 3 gjëra. E para është mos kandidimi i Sali Berishës për kryetar të PD-s-s. Kam kërkuar mbas statutit verifikimin e mbarimit të mandatit Sali Berishës dhe pa diskutim komandimin e sekretarit përgjithshëm deri në zgjedhjet e radhës. Këto janë do të flasim për këtë Alese, se këtu pastaj unë kam një tjetër debat, diskutim, dilem, kritik për ju, pse ju tentoni akoma t'i bini asaj dere. Ibsen, në ratë parë të zgjidhim këtë pyetje retorike, pse doktori e ka ta ndis garën këtë farfeje, sepse bim gjithë dakord, ti e ke provu vetë mbi kurris që garët për ballti i humbin gjithë. Puna është, pse për shembull çai kushton aty ti le të gjithë atë kandidojnë. Punë e madhe, ndoshta nuk do fitoj 99.99% votave, po do fitoj 89%. Në vazhdim të asaj që tha Alesja, doktori ka një frikë nga gara dhe ku qëndron frika ta përkthejmë numra. Po ç'a frikë ka? Nga numrat e garës? Nga numrat e garës, nuk ka frikë nga humbja. Qa janë numrat e garës? A i deklaron, për shembull në garën që unë isha përballë zotit Berisha, deklaroi që 40.000 ushtarët e mi, dhe më një dha urdhër Flamurit, Flamuri ishte në prapaskenë, se nuk guxotet që të dilte në skenë. Mund guxoj me Alesjen, po jo me mua, sepse unë njihem që shumë kohë. Jo, mund guxoj për... Me mua nuk ka guxuar, se nuk më përmend mua emrin, ja përmend pronari televizion, nuk guxon ta përmend. Nuk ta thash në kuptim negativ. Jo, dhe në kontekst... Jo, nuk ta thash ta them sinqerisht, nuk ta thash kontekst negativ. Për shumë arsye, sepse unë njihem dhe janë raportet e tilla që nuk guxoj. Dhe po Flamuri bëri gjithë poshtërsitë që pastaj dhe në një moment e di i kam çu personin Flamurokës, i kam thënë ma jep këtë shpjegim. Tha unë tha marr urdhra vëlla. Po mirë, unë mendoj që ka thënë vërtetën. Ka thënë ka treguar vërtetën se i ka shku personi, i ka thënë prit zotëri se këtu duhet ndash hapin nga sheqeri, kush e ti që e urdhër që të mushën kutit. Sepse në orën 6, votimet kanë qenë deri në orën 6, të shtyn 2 orë, për shku nga 23.000 vota që kishte Sali Berisha me informacionin e parë që unë mora nga gjithë zona, e çoi 40.000. Domthon futi rreth 17.000 vota. Po ky është një problem domosdoshmë aty ka degeneru gjithë mekanizmi, nuk është vetëm faji Sali Berishës, sepse Sali Berisha ka një kryesi, e cila janë një tuf njerëzish që pa identitet, janë trajtamorfe. Për post kryesisë është një këshill kombëtar i emëruar, sepse nuk ka vota këshilli kombëtar, nuk është i zgjedhur me vota ky këshill kombëtar. Kam 3 shkresa që janë drejtuar në 2022-shin gjithë strukturave të Partisë Demokratike, shpallni vota atëre, se kështu quhet emrim, jeni më keq se Basha. Dhe në pas ti momenti unë e kam shpallë, kur kam dalë përballë Sali Berishës, kam dalë për të thënë, o zotri, ti nuk je ai që ke 40.000 vota, ti ke 23.000 vota. Dhe po ta ulesh Sali Berishën, kur Lulzim Basha kishte marrë 37, këtë shkote 23, ishte disfate, humbje. Pse ka frika ai që tjetë Alesja, Saliani edhe... Evi Kokala. Se po të bëjmë bashkë këto i ruajnë votat. Dhe po të arrin të ruajnë votat, të tregojnë mbështetjen reale dhe rënien e Sali Berishës në një numër të madh. Sepse këta janë të humbur për shkak sepse këta nuk disponojnë lista, nuk kanë afatin kohor, nuk kanë mundësinë e takimeve dhe nuk kanë mundësinë, janë të gjithë komponentë e garës, si në futboll, po të them unë ty që një ekip do luaj vetëm me këmbën e majt, po nërsa ekipi tjetër do luaj me dorë edhe me dorë. Tash kush fiton? Se unë kap topin me dorë të bëj gol, po tjetër do fitoj unë. Pra gara e ato parimet themelore të demokracisë që është e para transparenca që duhet kemi gjithë informacionin e duhur për antarësinë për që nuk ekziston, kushtet e barabarta në një start, sepse bile Sali Berisha është si Akili, duhet jetë 10 metra më pas tjerëve. A i shkon futet 10 metra teorikisht. Teorikisht po, praktikisht nuk le parë garë. Është çështje karakteriale, të vjesh nga një formim thellësisht i majt, edhe të mendosh që arrin ta kuptosh demokracinë pse e lexon është absurd. I majt jo, komunist ndoshta. I majt jo. Bolshevik bile, më saktë. Fiks bolshevik. Majt ka edhe në botë demokratike. I majt socialista. Po e kam thënë unë, tash unë ja kam thënë përballë që ky vjen nga një, unë po mundon ta zbus që mos ta hap këtë, ju e hapni këtë. Që mos ikim nga thelbi. Ajo që doja të thotë. Bego. Lutem që të futem se e hapa e përmend gabim të se hap tema se. Tam tem tjetër po. Po, patjetër që duhet të them që në këto kushte, kur ai dominon gjithçka, ai ka një ushtri. Alesja mund të bëjë 10 vjet, 5 vjet kanë pasur në fushat.
kur dola për balë Berishës. Mora 3.400. E përdora Albana Vokshin dhe gjithë, se nuk e ka bërë vetëm Sali Berisha, e ka rrit rrethin e inkriminimit të njerëzve që fusin duart në vota. Malishim doli 1.200 e sa vota, kur kish 1.200 flet votimi. Pa dole më shumë vota. A janë të mërshëm më bot. Dikush më tha, po pse ore që mu mohu gara, mu mohu 10 dit, a fat për 10 dit, 3 dit nuk më shpallin emrin. Vetëm frika e kanë bo me shpall emrin. Se këto vetëm frikën njojnë ati. Pas 3 dit që kanë shpall emrin, më ka lënë 10 dit për të bo fushat elektorale, nuk më organizu në asë një takim. A i Këlliqit bojkotot të një takim, kjo Damjana një takim tjetër, a ne në shumë dekë Shqipërisë, jo po s'kemi informacion. Dhe ti... Kush është Damjana? Damjana ka dhe Berisha Damjanën e vetë, si që ka e Dirama. Ka Damjan Gjiknurin, ka Damjanën e vetë që manipulon votat. Se cili nuk funksionojnë ta pa një Damjan. Pas ka dhe një tjetër. Pas ka një pa një Damjan në afer, nuk funksionojnë. Kryeministri e ka... Damjana unë e kam koqe e përdojnë. Ja, ne të dy në shkojmë mëndja, po a i bërin naiv. Nuk e kësha të gjuar. Për ta sqaru për opinionin e tonja. Ne për opinionin flasim. Dhe do të them tek rasti i Sali Berishës, i friksohet këtij fakti. Po kthehet komike. Jo, kjo është tragjike. Po tragjike pa tjetër, po në fund parë kthehet dhe komike. A kupton që nuk më vjen më për të qesh? Ka momente... Jo, mua nuk ka për që... Kote fundit ka fillu të dy me qesh. Në qofë se në 2018, në kuvend për balja, kam thënë këti dhe Lulzim Bashës, që po e shkërmosh një përdojnë nga ana institucionale, ky është e thelbi i fjalimit. Po e shkërmosh një institucionalisht, nuk mund të funksionoj. është si një godinë, e he themelët ti dhe bëj qatë dusha, dorëzohet i ditë. Dhe teoria e zvoglimit e kam gjuar për herë të parë për të qenë sinqert për Sokol Ulldashi. Ditën që Sokoli do shpallte kandidaturën, kam qenë pothuajse një orë në zyrë me Sokolin. Dhe për shkak që replikave që patëm që ja kërkova më ngul mos kandido, sepse është e paracaktuar. Pas kemi qenë dy. I kam thënë dhe njëtën gjatë njëtën ditë. Në momentin e fundit u qumë kam dhe po replikonim ashpër, do më jo ashpër, po do më jo, me dashamirësi, gjithë mos u përja theja me dashamirësi, s'kisha në ashtu me Sokolin, sa i po më thirë dhe për... Me tem, për këndi diskutu me... Më tha, do i shtitha i pari që do të më thush, pse nuk u qove se kundërshtove këthimin e kësaj partije në parti familje. Nuk mu tha, sot e kësaj ditë dhe më rësis mu tha ta pysur, që kuptim keti me parti familje. Sot arrit ta kuptoj që këto do e qonin, se fundi... Ulldashi e kështë e parë këtë gjë që po ndodhë. Ka pa shumë për para. Unë këtë ma ka thënë fjallët e fundit që jemi shkëput nga, dhe ja kam përmen shumë njerëzve, dhe atë ditë ja kam tërgu shumë njerëzve. Do më dikuj e shumë njerëzve, besueshëm që është kjo parti. Dhe akti i fundit e asgjësimit një partije dhe zvoglimit saj është kur ti e fut të partia familjes. Që do të thotë, unë kam kohë dhe ja kam thënë Berishës që këtë